Gjykata kushtetuese e ka gjetur të bazuar në ligj kërkesën e Partisë Demokratike për të ngritur një komision hetimor parlamentar mbi implikimin e strukturave shtetërore në trafikun e drogës. Kërkesë që erdhi menjëherë pas rënies së avionit të pilotuar nga Giorgio Riformato në plazhin e Divjakës. Me 9 vota pro, trupi gjykues i ka dhënë të drejtë opozitës, duke cilësuar të pabazuar qëndrimin e mazhorancës për të mos lejuar hetimin parlamentar për këtë çështje. Në vendimin prej 16 faqesh, gjyqtarët vlerësojnë se vullneti i shumicës për të mos pranuar ngritjen e komisionit është i pabazuar në kushtetut. Gjykatari thekson se drejta e pakicës parlamentare për ngritjen e komisionit hetimor është kompetencë kushtetuese e detyrueshme për të respektuar dhe nuk mund të cënohet nëpërmjet vendimarrjes së shumicës parlamentare me përjashtim të rasteve të mos respektimit të parimeve kushtetuese. Mëtej në arsyetimin e saj, kushtetuesi argumenton se e nisur nga qëllimi dhe objekti i komisionit hetimor të kërkuar. Nuk kemi të bëjmë me ndonjë përpjekje të pakicës që parlamenti të përvetsoj kompetencën e prokurorisë për të ndjekur vetë penalisht apo për të kërkuar hetime për çështje konkrete. Këtë mundësi pakica parlamentare e ka përjashtuar vetë në kërkesën që i ka drejtuar kuvendit, kur ka deklaruar se hetimi do të realizohet vetëm brenda funksionit të kontrollit parlamentar dhe do të konsistojë në nxjerrjen e përgjegjësisë institucionale, duke ndihmuar evidentimin e problemeve dhe mos përsëritjen e këtij fenomeni me ndikim në sigurinë publike dhe mbrojtjen e interesit publik. Partia Demokratike kërkoi me 16 maj të vitit të kaluar ngritjen e një komisioni hetimor për implikimin e strukturave shtetërore në trafikun e drogës, pas rënies së avionit me drogë në Divjak. Kërkesa e opozitës u rrëzua nga shumica me argumentin se për të njëjtën çështje parlamenti kishte ngritur një komision lidhur me përfshirjen e ushtrisë në transportin e drogës dhe se rasti i Divjakës ku të arrestuar ishin shtetas italian Giorgio Riformato dhe ai shqiptar Sajmir Bajrami po hetoheshin nga prokuroria. Ky qëndrim i shumicës u bë më pas shkak për nisjen e protestave të opozitës nën moton Një popull në këmbë kundër drogës, Rama në shtëpi.